Kryeministri Nikola Gruevski është duke shqyrtuar mundësinë që partia e tij të tërheqë propozim ligjin për branitellat që kishte dorëzuar në parlament me qëllim që të shpëtojë koalicionin qeveritar. Siç mëson Alsatm, partia e kryeministrit Gruevski është duke shqyrtuar formulën se si të arsyetoj këtë vendim para elektoratit. Jo zyrtarisht mësojmë se kryeministri Gruevski i friksohet zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Edhe pse zyrtarisht askush në VMRO DPMN nuk flet për këtë temë, në linjë të kësaj që publikon Alsatm, ishte edhe përgjigje e zëdhënësit të qeverisë Aleksandr Gjorgjev, i cili tha se qeveria është duke funksionuar me përbërje dhe kapacitet të plot. Qeveria e Republikës së Maqedonisë funksionon me përbërje të plot dhe kapacitet të plot, në një formë të mirë, dhe funksionet e sistemit, pa marrë parasysh nëse janë ekonomike, politike apo shoqërore, i kryen rregullisht dhe qytetarët duhet të jenë të qetë. Në takimin e së premtes mes kryeministrit Nikola Gruevski dhe liderit të BDI-s Ali Ahmeti u biseduan temat të cilat çuan deri tek ftokjet e raporteve të partnerëve të koalicionit. Ndërtoi ishte edhe nderimi i dëshmorëve të UÇK-s nga ana e ministrave dhe oficerëve të ARM-s dhe propozim ligji për branitella nga ana e deputetëve të VMRO DPMN-s. Qëndrimi i liderit të BDI-s Ali Ahmeti në këtë takim ishte i prerë se nëse ligji për branitellat nuk tërhiqet, atëherë koalicioni merr fund.